erdhëm me talierën e përbërësve të tjerë. Çfarë mendoni se mund të përgatisim tani? Duke patur, kemi kungulleshka të grira, kemi karota të grira, një qep të grirë, të gjitha janë në rende, pak miell, plur pjekës, krip, një thelpin hudhër, 2 kokra vezë dhe piper i zi. Qofte. Besoj qofte, është një resetë e qofteve të shpejta. Tu ka dhe patata, apo është e gjitha kungulleshkë? Më duke pak më ndarë, vetëm kungulleshkë. Kungull, karot. Qofte me perime, ja t'i shojmë dhe me gramaturën për kace në recetën e shkruar, unë ja të regova listën këtu, pra produktet në tryez, qofte me kungull. Ju duen 2 kunguj, 1 karot, 1 qep, të gjitha të grira në rende. Gjithashtu përshije 2 thelpin hudhër, 2 vezë, 4 lug miell, sot buke, se plur pjekës, po sot buke kemi sot në recet, krip piper i zi dhe patjetër vaj për skuqje. Para se të kalojmë tek përgatitja e qofteve, brumit të tyre, e preve baklavanë? Ajde, me këshu veta të mëdhaja, si dikur. Se tash i kanë dalë me koprasliku, kanë dalë vogla. Po, unë jam me... Atere? Në formë rombi quhet, ë? Po. E di që më pëlqen kjo shumë më mirë se sa ajo me yje. Edhe sasinë e gjalpit të tretur. E do tani baklavaja mbëlsirat këtë kanë. Op. Pastaj pas pjekjes i dhe të qumshti i kondensuar, ë? To që shikoni në ansore, pjekja, do t'i qoj, do t'i ekzekutoj, do t'i lejnë vendin e vetë. Mos u shqetësoni fare. Ja. Pa dyshim, do të piqen. Edhe pakës, edhe... Mjafton të jenë të njohura me yndyrën e dukur. Sepse gjalpi është i jep atë që t'jetë e shkrifët. Dhe direkte në furrë. Në furrën, si që thamë, në 180 gradë, do ta lëmë për 50 minuta. Do ta shohim gradualisht, shpresojmë që të kemi një pamje të përfunduar deri në përfundim dhe të recetave të tjera. I tregova produktet. Ja u thash zonjave se çfarë duan për këto qofte, që bëhen shumë shpejt. Do t'i përzijmë tani kungulleshkat, qepët edhe... Këtu ja të marrë dhe një tasë unë të lutem, se... Edhe karotat, një tasë për t'i bërë atë brumin si shduhet. Në këto rast, brumi nuk është se ka nevojë të qëndroj, ndryshe nga qoftet e tjera. Pjesën e kungullit shpejta, karotën, qepën, mas kripe, kam 2 thelpi hudhre. Vendosa të freskët, që të ketë këtu masën e piperit, sod, aq një majluge. Nuk kam shtrydhur lëngun, sepse dua që të ketë shijen. Dhe e punoj. Mielli është gjithmonë në fund. Mielli është në fund për t'i lidhur produktet, për t'i përthithur lëngjet e kungujve, qepës, karotës. Shtoj masën e miellit, normalisht që më duhet. Në mënyrë të tillë, ju bëni të pispilin. Po, me miell, mistri ose bashkimit të dyave. Tani unë shplaj duart, dhe sërish marr pak miell më tepër. Nuk bëhet një masë e trash, ndërkohë të vendosi bana edhe
vajin për të ngrohur, sepse do t'i skuqim, patjetër që mund të piqet, por ne nuk do t'i marrim fare kohë sot baklavas, do t'i skuqim, ende më tepër shije kur skuqen. Dhe pastaj Qyqa! na fute poshtë tavolinës, aq larg e kishe. Herën tjetër kur I vendosim, pak edhe gjatë si me grahu tim dhe ushtrim më barka s'ka. Jo thashë për momentin thashë se i ke kështu. Po më përkon Balbana. U friksove me qash. S'ka rrezikshmëri ndaj meje. Kjo më përpjekë dhe thash. Mbeta thash, ç'o ti bëj? S'ka rrezikshmëri. Atëherë e përzihej mirë, shiko, sepse janë lëngjet. Lëshojnë lëngjet, edhe do t'i shtojmë pak miell, ne. Do ishte miell, jo pak, po do Që ishte. ne na mori vetëm një vezë kjo sasi e produkteve, vezën tjetër po e Sepse nuk përdorim dua për diçka tjetër. që të largoj gjitha lëngjet. E dua të ketë atë Po. ekstraktin e shijes. E kam thënë shumë mirë që lidhësi më I mirë në gatime është mielli për të gjithë, e kam për gjitha përdorimet? Po. Po. Po edhe super nuk ka problem. E sa është lodhur. Po pizza, po byrek, po qull, ha. Nga gjitha këtu bënë makaronat edhe pasta. Po. Po, nesër kemi disa normalisht pasta, një sallatë e ftohtë me pasta. Po. Pra nuk dua që kjo masë të bëhet kompakte. Patjetër që do të shtoj? Ja. Po të doni këtë masë shumë mirë, e kaloni në tigan dhe e bëni në formën e një krepe të hollë. E duhura është që kjo masë duhet të qëndroj. Të qëndroj? Po mos rrjedhin ato lëngje, se unë ju thash që s'është nevoja të qëndroj shumë. Jo, ato që rrjedhi do marrësh pjesën e sipërme. Po, ti do marrësh pjesën e sipërme, si është veproj dhe unë tani, që pjesën e sipërme. Është mielli që e rregullon atë pjesën e momentit të lëshimit të lëngjeve, se më shumë kungull I kam përshtypjen lëshon aty. Gjëja më e mirë, për shembull, kur ne bëjmë pispili, e vëmë në tavë. Një çerek të tavës, ne e ruajmë, një çerek të tavës, atë të ndënjurën, si bukën e thatë. Dhe në momentin që ne do të bëjmë një pispili tjetër, atë çerek ne e fusim te brumi. Do është njësoj si puna e brumit të ardhur. Po. Këto janë një recetat më të vjetra, po. Për ta zënë bukën, me atë brumin e thartë, brumin e thartuar, që të ndryshe, që e përdorim pastaj për variantet e tjera, për përgatitjen e bukës, më pas nga ajo lëm pak tjetër, e cilën na shërben për herën tjetër, dhe bëhet një kalim kështu ciklik, nëse duam që ta shfrytëzojmë në këtë formë. Sikur s'ishte ngrohur mirë, e lëm dhe pak të ngrohet. Dhe të ngrohet edhe pak. Po, lyet shumë pak me vaj dhe këto mua nuk më shkojnë dëm as pak. Sepse, nga pak, nuk më shkojnë dëm as pak. Vaj I pakët. Vetëm oreksi mund tjetë... Mjafton një tigan që nuk ngjit dhe këto sikur piqen. Futja ato reklamat të shkreta, pra. Se nuk përthithin as vaj, kështu që do t'i lëm të qetësohet ashtu siç duhet edhe brumi. Tani filloi zhurma. Mirë, vendosim edhe pjesën tjetër të qofteve, ndërkohë bashk edhe njëherë lexojmë recetën e shkruar se çfarë përmban. Ja. Qofte me kungulleshka, ju duhen 2 kunguj, 1 karrotë, 1 qep, të grira në rende bashkë me hudhrat, 2 vezë ose 1, 4 lugë miell, ose dhe pak më tepër, mbani afër, 1 maj luge me sodë buke, krip, piper I zi, vaj për skuqje. Me çfarë I shoqërojmë? Me ndonjë salcë, me ndonjë tarator, salckosi, kështu të aromatizuar me koper, po më vjen kështu si ndërmend, po e përfytyroj si recetë. Pastaj salca janë plot që mund t'i shoqërojnë. Pra, do ta lëmë shiko derisa anash fillojnë bulzat. Po. Më pas do t'i kthejmë, marrin atë ngjyrën e kuqe. Pra, jo me vaj, në një tigan që nuk ngjit. Po. Që t'janë. Kur të kthehemi nga reklamat e radhës, do ta kemi të përfunduar tiganin dhe ndonjë mangull do ketë aty. Nëse kanë atë sasinë e duhur të
përbërzve, të miellit që t'i lidhi mirë, asnjë gjë nuk është e vështirë. Respektojmë pak masat, një tigan që nuk ngjit, është e domosdoshme dhe ja. Shumë mirë. Tani kjo është receta e qofteve. Tani unë këtu marr